Një sekond lutem, kur influenceri ndikon tek veshja, tek aparenca, tek mënyra stili jetesës të ushqyerit është okay. Në momentin kur influenca dhe të dëmton ty fizikisht, të dëmton ty në shëndet, të jep, si mund të dalë një individ i cili nuk ka certifikimin e duhur dhe të t'japi ty dietologji. Këtë thoshte ligji në Kinë, që do të ndalojnë individ që japin këshilla për dietologji, për marrje ilaçesh, për marrje barnash, për mjekësi, dhe ku dëmtohet drejt për drejt konsumatori, e drejta ime e jetës, e shëndetësisë, dhe këtu ligji të bëhet ty barrierë që ti nëse nuk ke shkollën e duhur për këtë gjë, të dalësh edhe ti të duhet futesh licencën aty, në momenti kur ti do duhet t'japësh influencë. Nikola thot kështu, kush ta jep licencën? Ligji thot është barbarizëm, pra ligji ty të redukton, thot ai, do me thënë është bëhet censur. Por ligji, po me çfarë po si do ta rregullosh një shoqëri pa ligje është shoqëri kaotike. Nuk jam kundra unë edhe të rregull. Ligji është vendosur për arsye se ne nuk vetë rregullojmë. Nuk vetë rregullojmë, do rregullojmë. Por tani, në rast se më thoni ju, shoqëria shkon anarki pa ligje pa rregull. Në rast se ju më thoni të lutem për punën e ai nuk e ka lexuar para se të vi këtu dhe kjo gjë na pagon. Unë e kam lexuar. Nuk më intereson ligji. Ligji thot. Zotëri, edhe një herë, ata që nuk janë të fushës dhe promodojnë. Kush e përcakton fushën, ta thash zotëri. Kush është ai që e përcakton? Je mjek, do japësh këshilla mbi mjekësinë, je filozof mbi filozofinë, je dentist mbi dentistërinë. Pikërisht pra. Por ti ke përdorur një krem që të ka ngritur në këmbë dhe të ka bërë të bukur siç je tani, dhe të ka rinuar. Zotëri, edhe një herë. Ku e dim, pse do e shesësh ti atë për një njerëz që të ndjekin? Nuk po diskutoj shitjen. Ku i ke prova ti që ajo bën të njëjtin efekt siç ka bërë. Nuk po diskutoj shitjen. Po çfarë po diskuton? Nuk po flas për këto, nuk flas reklama. Po flas ndikimin në të shprehur. Se të promovosh jetën e shëndetshme, për shembull, të lutem, sa çoj një mesazh te publiku. Kur flasim për vetë rregullim, do të thotë që të gjithë njerëzit kanë arsimimin e duhur, intelektin e duhur, kulturën e duhur për ta diferencuar informacionin. Edhe ky arsimimi ha debat. Mori të lutem të flasin të gjithë, të lutem Flora. Atëherë Flora dhe kam unë një mesazh. Ideja është kjo. Jemi duke folur për njerëz që me prezencën, me fjalën, me dukjen, me atë mesazhin që përçojnë përmes një audiencë të madhe, ndikojnë tek popullsia, tek shoqëria, tek rinia etj. Del nuk po flasim as për mjekësinë këtu. Është më e tyre. Jo, ata ndikojnë me veprimet e tyre le të themi një audiencë të gjerë. Publiku që mund të jetë konkretisht, se kështu në për ajër nuk flasim dot. Gazetarëve, një sekond, gazetarëve ju lejohet kjo gjë ta bëjnë gazetarët, që dalin nëpër ekrane. Janë të certifikuar ata? Jo. Në plan etike jo. Në plan etike jo. Jo, nuk duhet ta bëjnë. Sepse janë gazetarë, japin influencë për profesionin e tyre, jo dalin bëjnë modeling. Nuk shkon në etikisht, në aspekt etike. Nuk po flasim për modeling, po ke sa të duash. Një gazetar informacioni. Një gazetar informacioni. Që thotë kjo shampo thotë pikërisht pra, po këtë po flasim për atë duhet. Ato tham që në fillim të emisionit. Po shkojnë e blejnë njerëzit dhe ajo s'të bën efekt. Jo, pra jo. Albano na le pa reklama Albano. Jo modele, jo reklama. Na le pa reklama. Tjetër reklama, mos ngatrojmë reklama. Si është tjetër reklama tani? Një sekondë se s'po kam një pyetje. Një sekondë se po bëhet kakofonit, lutem. Vendosim rregull. Një vajzë e re që është bërë modele, influencer, fashion blogger etj. Ka marrë 1 milion followers. Ajo del dhe reklamon jetën e shtrenjtë. Që bën vetë. Super të shtrenjtë. 10.000 trandafilat e Luanës. Më thuaj tani ti, 10.000 vajza, 100.000 vajza të reja që e shikojnë. Do ndërroni në të gjë? Patjetër. A mundet një djali i ri ta gëzoj të dashurën e vet ashtu me 10.000 trëndafila si Luana? Nuk mundet. Undan ato. Tani, përgjegjësia sociale, personale e një njeriu që influencon. Po kjo është çështje morale, jo ligjore. Po këtu po dalin ka. Po, se po e rregullojmë me ligj këtë, do futet grop. Një gazetar, me që dole ke gazetar. Të lutem, nuk kuptojmë, ja ta ndjekë Flora. Një gazetar i politikës. Del dhe bën udhëtime tani. Shumë mirë bën, ka lekë vetë. Mirë bën, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Jo, po këta lejojnë këta sepse këta janë jetë në herë gjithë arsimin dhe edukimin. Janë grasatorë të sistemit. Në pjesë në thonjza, një gazetare e tjetër ose një po le të ketë fuqi dhe ai të bëjë aq lekë. Po për këtë po flasim pra. Vetëm se ka fuqi. Ai e bën këtë gjë, ai ajo.
ajo, ato kush do qoftë. Albano. Ata e bëjnë të gjë vetëm sepse munden. Do me thonë, mua mjafton të kem 1 milion followers, edhe sot të reklamojnë një shampo. Po është këtë turizmi për shumë elitar që promovon ti? Me skandale, me këshu, me ashtu, me ato të konkurojnë edhe ty si influencer turizmi. Absolutisht po që më konkurojnë mua, po jemi duke folur në përgjithësi. Nuk e ke nga gjelozia atëre. Nikola, kam një për Albanon. Po lore të lutem se nuk e mbaroj. Nuk kam absolutisht asgjë nga xhelozia, edhe pse askush nuk e mohon që do edhe Erion Kristo për ditë del atje dhe thot më bëni follow, më bëni share, kam vetëm 77.000 apo 100.000 follower. Po, kam vetëm 100.000. Po, është e vërtet, të tjerët kanë 200. Më vjen shumë keq që unë them gjëra të mençura dhe mi pëlqejnë vetëm 30 njerëz dhe jo. Ka një smundje. Ndërkohë që del Noizi, më fal. Del Noizi, ul pantallona deri te gjunjët. Jo, më fal, të lutem. Del Noizi, jep koncert, pi marijuan, ai tjetri del me pistolet, ulin ato pantallonat sipas veshjeve të repit dhe 1 milion të rinj ndjekin nga mbrapa. Noizi sot është 38 vjeç dhe bën akoma muzikë për adoleshentët. Do ta them përgjigjen të Kurse Erion Kristo ka vetëm 70.000 followers. Tani më fal. Ka një smundje të madhe ky. Po patjetër pra ne për Erion Kristo, atëherë më ndiqni ju. A duhet të quhet Erion Kristo dhe modele si Erion Kristo regjia ka një smundje të madhe, vuajnë nga mungesa e ignorancës. Sigurisht, sepse e kam këtë 1 sekond. A quhet influencer vetëm sepse ke shumë followers? Po. Mendim intelektual nuk Erion Kristo tani a quhesh influencer sepse ke shumë followers apo sepse ajo që ti thua ka vlerë? Po, ky është kriteri sot. Po, atëherë do ta shpjegoj atë. Ne jetojmë në shoqërinë e anëtarëve. Kriteri është i gabuar. Atëherë, meqense thot është i gabuar, do diplomohen këta influencerat? Po duhet jenë nuk kam si të diplomohen. Po në emision s'kam të si fjalë. Tani kam një pyetje për Albanon. Tani pse duhet të dëgjojmë politikanët që janë të korruptuar? Pra, janë influencer janë. Për Albanon 1 sekond, ndërkohë të tjerët jo. Politikanët sot i ke influencer, blogger, kryeministri bën podcaste. Po Flora, të lutem, mund të ma japi përgjigjen Albanon se ka një batut për këtë. Unë nuk mendoj se të gjithë politikanët janë të korruptuar. Pse? Po se nuk i njoh. Po se shablonizëm, duhet të them kështu. Tani t'ju them një fakt. Isha në panajirin e librit dhe kisha librin tim. Dhe në këtë pikë vinin njerëz të fushave të ndryshme, të mendësive etj. Kur erdhi deputetja Zeqineja, më e përfolura sot në momentet që flasim, në realitetin politik social shqiptar, u bë nami. Jo, u bë nami, u them njerëzit vinin. Pra, kjo është influenca në vetvete, pra, ky është modeli që ne shesim sot. Sepse këtë kërkon publiku, nuk pëlqejet më mendimtaria. Dilti Erion, flit sa duash me ndërgjëra intelektuale. Delo Nela, dalu, edhe ju intelektualet keni faj. Ore keni faj ju. Keni faj ju se jeni të requr, keni lënë ignorantët. Po jo, nuk e Nuk jeni të requr, po i keni lënë të ignorantët me pashore. Del ignorantët e duket vete e mençur. Nuk na duan ai shumë Ornela, nuk na duan ai shumë. Madje diçka më thonin studentët, zysha je shumë politikisht korrekt kur bën analizat politike. Bëj një skandal, thuaj ndonjë, po se bëj dot më thua, po jo më shumë. Nuk thua dot një broçkull? Kjo është s'ke për të ecur përpara. Duhet thuash broçkull. Un jam pro lëvizje, një sekond. Ma e çi kamerën këtu, po. Jam me lëvizjen, mos ma prek Zeqinen. Sa po është kryuar lëvizja e re, mos ma prek. A mundet të lutem të them diçka? Nikola. Mund të them diçka. Sepse po përqendrohu në kokë dëng. Po jo, tani se unë merrem me parimet përgjithsisht. Po, me parimet po merrem. Nuk më intereson fare dhe zotëria e mori personale parimet. Jo, se mori fare, absolutisht. Tani se këto diskutime tani e kanalizuam tek vulgu i influencerëve, jo zotëri, nuk po flasim për atë. Do me thënë atyre të afusim censurë? Jo, mos të fusin censura, jo. Një sekund tani, se ti re dakord. Më lërë të mbarojnë qik. Jo, po pse përmajnë këta shembull, ka influencerë të tjerë që ndriçojnë njerëzit. Pse, s'kan 1 milion, 2 milion, po ta dini se janë shumë ata të heshturit, që ndoshta shkojnë pak. Janë shumë. Cilët janë? Mos kujtoni se ka shumë, zotëri. Të jap shembull sa duash, po dua të tregoj çik atë Facebookun tim, që u mbaj vetëm për influencer fare. Edhe lexoj të them unë. Ka shumë, prandaj mos u tërhiqni dhe mos u dorëzoni. Na thuaj që të ndjekim. Ama ju lutem. Nuk mund të jemi në flamutar të censurave.
Nuk na vjen asnjë gjë e mirë nga censurat. Ore, pse duhet diplomimi i censurë ty tani? Të lutem shumë. Ja ta shpjegoj edhe çikte. Se ke kaq problem ti që këto dihet të certifikohen. Ja një sekondë të lutem. Ore, je mençur ti zotëri? Të jap dy shembuj. Ore, e di veten si të mençur ti. Të jap dy shembuj. Po të jap dy shembuj po them. Po më lër që të kthej argumentin me shembuj. Tani të lutem, po, dhe parimi do të shembull mbrapa. Zotëri që certifikohet vulosët. Okej. Se mos gjerim te dogmat. Po. Mjekësia që ne kemi mbar botërore sot, që ka hyrë në fuqinë në 1920. Po mos na çoke mjekësia. Të lutem tani, po ka gjë më të rëndësishme tani, më vjen keq. Ore, pse je kundra diplomimit? Schopenhaueri ka thënë, zonjë, të lutem, shëndeti nuk është gjithçka, ama gjithçka nuk ka pa shëndet. Po. Ju më thoni mos ta karroj të shëndeti, ku ta çoj te brek të nozit, më vjen keq tani, të lutem. Më falni për shprehjen. Tani, kemi mjekësinë, ju lutem. Shkencore. Quhet alopatike, që fjalë për fjalë do të thotë mjekësia tjetër, jo natyrale. Të lutem, jo se ka shumë rëndësi. Tani, unë dijet e mia, unë dijet e mia, si mund t'i certifikoj të ka mjekësi kur është dogmë. Të përfitojmë gjithë nga një qik nga bardhëzia, mo që të bëjë. Kur është ma shprit, si munde. Atere, dua mesazhin e gjithë secilit. Jo, prit, se s'kam folur asnjëherë për revistën time. Dua mesazhin për diplomimin e dieve.